Bushat, pra se të kalojmë të kjo detyrimi që duhet paguaj. Jo, para se të mbësh një pyetje ti, të bëj një pyetje për ignoranti unë. Jo, ignoranti ti... Që se di, thuaj. Do me thënë, por a ish ignorant që se di. Do me thënë, që të them unë ty, ne flasim për dosjen Berisha, dosjen Partizani, dhe themi Sali Berisha dyshohet, akuzohet se favorizoi dhëndrit bëj me toga. 5D-ja, krijoi kompani që ti merrte vetë lekët e bashkisë. Belinda Balluku, telefon një tender. Për bankersin, kush është thelbi? Pra, për çfarë akuzohet kjo kompani? Çfarë ka bërë të ngjashme nëse do ja shpjegonim një fëmijë? Se ne themi detaje, por nuk dim... E thënë kaj thjesht si këto 3 raste që thashmë. E qartë është këtë ne, shpyetje e qartë. Bankersi ka blerë gjithë të që kanë qeveri Shqipërinë nga 2004 dhe u ka vjedhur shqiptarëve 10 miliardë euro. Sa të gjitha këto së bashku nuk e kapin dot bankersi, këto që përmendet ti. Dhe shumë e shumë tjera. Qa ka bërë, si ka funksionuar këtës ditë? Ju ka blerë mërmori ka dhënë lekë ministrave, nuk është kontrollu kur. Ka patur, ka krijuar skema mashtruese duke fryrë faturat fiktivisht, duke mbledhur miliona para, duke mos paguar asnjë taks dhe ndërkohë këto para i ka bërë me pagesa preferenciale. Pra gjithë kapitalin që e ka marrë përmes pasurisë tonë publike dhe kombëtare e ka quar jashtë vendit dhe më pas këto para thot prokuroria. S'ka rëndësi se u ka quar. Do pra po ta sqaroj. Këto para më pas ka përdorur një bankë në nivelit të dytë në Austri për të heshtur në të gjitha mënyrat. Ore zotri, doganat do duhet kishin një kontroll të rreptë, tatimet do duhet kishin kontrolle periodike. Institucionet financiare për çdo lëvizje të paras që bën një kompani, si që është, jo vetëm bankersi, po çdo kompani e ngjashme do duhet të lajmërojë. Pra, nëse një person kalon një shumë më të madhe se sa 10.000 euro, automatikisht duhet të sinjalizojë. Unë po them, do me thënë, po thotë, mendoj unë. Këta kanë bërë, thoni ju, një skem të paligjshme për të nxjerrë përfitimet pa. Kush është kjo skem, pra? Një sekundë. Bushati po thotë shumë edhe një gjë tjetër pyetje te kjo skem. Sepse duke patur të gjithë këto elemente brenda, ore, këtu ka patur krym njëri që ka qeverisur vendin. Ore, lëre, abstragohet njëra dhe. Ore, qëfar kam bërë, pra? Unë po them, do shkoj të vjedh një bank dhe djetë skema i me qëllim... Ke vjedhur, mo shkone vjedh gjithë bankën dhe i të kanë berë. Dhe si e kanë realizuar. E kanë berë, mo, të gjithë. Skemave mashtruese, more Bushat. Kanë marë, unë jam kompania bankës të kam nën kontraktuar ty si studio ligjore. Nuk e dhënë ndoshta asnjë shërbim, po fatura jote mua më ka ardhur 10 milion euro. E kupton? Ka shpërndalë që do t'i paguaj. Shpërndalë me humbje. Atyre që më shumë ndronë. Po pse ti shpërndaj? A mund atë jërë Bushat? Bushat. Përveç ju hjekimi atere Ola. Po dalim në... Në toka e Patos Banrizës është e shqiptarve, nuk është ase një kompanie kanadeze, ase kinezve. Shteti shqiptar e ka dhënë me shfrytëzim me koncesion, njësoj si kontratat koncesionare. Tjerat. Më përpara këtë shfrytëzime ka patur Alpetroli, kompania publike e prodhimit naftës, fitimi saj më pas transferohet e buxheti shtetit punësonte, tashmë i kaluan bankersit në administrim. Për shkak se bankersi është kompani që merr nga pasuritë e shqiptarëve, u vendos në kontratë koncesionare ndryshe nga sa ishte norma e tatimit në vitin 2004, u vendos norma e tatimit fitimit 50%. Pra, ti për çdo gjë që ti fiton do ta ndash për gjysmë me shqiptarët. Bankers gjithmonë deklarojnë humbje dhe kur nuk i ndau me shqiptarët këto para. Duke qenë se asnjëherë nuk i ndau me shqiptarët këto para, dyshohet që fitimet e saj kanë shkuar jashtë dhe një pjesë është ndihmuar nga zyrtarët e shtetit shqiptar, të cilët kanë patur detyrën të monitoronin kontratën koncesionare dhe nuk e kanë monitoruar në rregull. Unë nuk jam dakord as me zotin Murizi plotësisht kur thotë që çdo ministër financash, jo. Do ministër energji, do duat bëj dhe replikë. Po pse? Dakor, bëjmë. Po pastaj bën replikën, 1 minutë. Të mbyllim të sqarim. Po mirë, ma hiqi ministri financash që... Po jo, autoriteti kontraktor, ai ministrisë Jo, nuk ta heq. Nga kjo Olës gjysmën e kuptova, po se kuptova deri në fund. Ja, minutë, a mund ta bëj sqarimin? Pra janë dy ministra të financave. Pra shpjegimi Bushat është shumë i thjeshtë. Tu është një koncesion i cili duhet ndarë 50 me 50. Si pronari tokës që Skënderbeu. 50 që ynë i shqiptarve... Jo më 50 i merë pronari tokës, 50 ndërtuesi. Një sekund, më jo, dakord ta qojmë se është mirë dhe këshu.
nuk ka ekzistuar kjo 50-50, gjithmonë ata kanë raportuar humbje dhe gjithçka, mendimin e shqiptarëve që kanë vjedhur vetvete në këtë rast, një pakicë që mbrin deri lart për të zyrtarëve pra po. Shqiptarët kanë vjedhur. Të zyrtarëve. Të zyrtarëve deri zyrtarët më të lartë them unë, sepse s'ka mundësi që për 20 vjet të bëhet kjo punë, nuk ka mundësi. Pra, shqiptarët nuk kanë marrë asnjë gjë zotëri dhe ka ndodhur, si ne do shfaqim pasi të mbaroj kjo këtu, do shfaqim dhe njerë filmin Muslim, se ti na bërë dhe një akuzë. Bëj dhe një pyetje tjetër? Një sekundë ta mbaroj. Filmin... Ja, kam pa filmit atë. Që ne kemi bërë në filmin 2015. S'bën akuzë. Tash për këte, kinesë Jo, s'bërë akuzë për atë po. Tani ne, ti mendon se ne duhet ta zimte. Ne do ta japim prapë aty, që ju themi që ku fillon vjedhja, që morën edhe deri... Po mund të japë sot pjesë dytë. Po pra, jo. Edhe i sqaron. Po sot pra do të japim, pas kësaj. Po do jepet film. Po të bëj një pyetje tjetër unë tani? Po. Në qoftë se e kuptova mirë unë sa ashtu nga... Pra, këta kishin 50% të fitimit që bënin për t'ia dorëzuar shtetit shqiptar. Po. Dhe për ta kamufluar këtë fitim... Që dilë me zero. Bënin pagesa fantazëm të fryra të kota... Kosta, në rejnë kosta. Që të dilë për që të dalë me 0-0. Dhe me umë. Dhe si dhanë gjë, s'kemi që t'i japim shtetit. Po në qoftë se këtë, ku është fitimi bankersit, qoftë se këtë 50% që shpërndan këtë tjerët, dhe të jetë shtetit. Jo, sepse të tjerët e ka normën e datimit 10%, ose 15% pas 2014. To vinë në qepat e bankersit, shumica Po jo, 3 milion, 2 milion. Gjitha jore. Po. Pra po se këtë s'po merret. Ore, në 10 miliard euro, 10% për 1 miliard euro i mjaftojnë. Pra, të aji 50% i binte më lirë të paguan të rishfetin, se sa të paguan të shtetit, sepse prap kishte pra unë po të paguaj një zyrë avokatie, po më kushton 15%, po t'ja jepja shtetit... 50. Do të me të 50 shtetit. Tani vazhdo. Po të paguaj drejtor të atimesh është 3%. Kishim të ty, po... Fitoj 27. Tani me të gjithë, pas këti kuptimi që bërë ti, që ne kemi dalë këtu për lesh, kemi ikë për lesh, do me thëmë, nga gjithë në toka jonë. Në vëndburimin e që kishim ne, vëndburimet tjera sa kemi ne. Do me thëmë ti thuaj që Shqipëris më mirë i leverdiste, që këto mos nëzirte në pare dhe ta ruante, sa të bënte këtë masakër këto 20 vjetë. Po. Sa ka, ha? 25, do vazhdet 29 nej. Tani, deri këtu jemi, po të mos e kështë nëzire, kishim aty më ishe. Kishim pak të një gjë. Kishe naftën aty dhe ishe ratë shumë. Po jo, ta futën duart për të vjetur 10-15% për vete dhe 80% bankersi. Në DNN time... Janë thot Muslimi 1.5 milion... 15 miliardë, pëse ma zvoglon? Euro. A 1.5 milion ton naftë në vit. Që është opinionit e në për këtë tani? Kjo dëgjon dhe kupton. Kjo ka ndodhur për një kohë shumë të gjatë bëshat. 21 vjet. 21 vjet. Dhe në DNN time jurë vetëm i tentative është bërë për kontrol tatimor, duke fillimi 2013, kur ka qenë kjo... Në 2013 është bërë një audit i Alpetrolit. Ska shkelje e tjetër, edhe kontrol tatimor. Janë bërë, është bërë një... Jo ato që bëhen nga zyra. Jo, të bankers. Për detyrim aksize. I është bërë një detyrim 5 milion euro, 500 milion lek të rinjë, sa ka qenë kursi këmbimit... 5 milion euro, 5 milion dolar, e i ka vojtë aty. Dhe ajo është ankemuar më pas një gjykatë. Bushat? E pse ta pyesë dhe unë, pse mi kundërshtohet ministrët e financave ti mu? Jo, se desha t'jem unë më regull me vetëm. Ma gje një që sështë aty, edhe i kërkoj falje. Ma gje një... Thesh do minister financash... Gjithë po ta them, nga i ka firmuar se deri këtë gjështë. Minister financash, po duhet edhe do minister i energjisë. Pa se po më hejt, se ajo është autoriteti kontraktor, dhe ajo është monitoruesi kryesori kontrakt. Pa se po më hejt në një që ta hejt dhe unë. Se kushkon ti dhe ja miraton buxhetin bankersit. Si ja ke miratuar këtë buxhet me këto fatura të fryra, se na KPN ka shkuar ata. Edhe KPN-ja non-stop, në mënyrë permanente. Po të gjitha bërë. Ore, këtu e pari duhet të gjithë janë kryeministrat, zotëri? Po pa tjetër, po tjetër. Qeveria dhe kryeministrat. Po spaku është në netim, apo ka dalë me akuzë për këtë? Jo, do më thënë, ta kuptosh procedurialisht, duhet që të pranoj fillimisht mos kompetencë një prokurorie tjetër. Në këtë fazë jemi, pra e ka lënë? Jo, e ka marrë. E ka registruar vetë. E registruar, që edhe mund t'ja këthen të Ka bërë, sepse mund të thoshte që nuk është kompetencë Na e ti pra. Ka registruar grupin e strukturuar dhe përfshirjen e zyrtarëve të lartë, që aty mund të dalin pafundësisht. Ne nuk e dim fare se çfarë do sjell nesër banka nga Viena. Ne nuk e dim fare çfarë do të ndodhë në kompanitë që janë në Zvicër në Irlandë, sepse ka kompani Zvicra vitet e fundit për çështjen e inceneratorëve ka sjell disa letër porosi të detajuara.
Pra ka patur raste që nuk bashkëpunon, ka raste tjera që sjell informacion detajuar dhe aty mund të dalin shumë emra, zyrtarësh, ministrash, politikanësh e tjerë me radhë, biznesmenësh. Pra do të thotë hetimi në këtë fazë që është, përveç pyetjes dhe sekuestrimeve në disa ministri për shkak të dyshimeve për përfshirjen e 2 ministrave dhe zotit Ahmetaj si ish zëvendës kryeministër, që po mblidhen dokumentacionet, nga ana tjetër janë duke u pritur letër porosit. Mendoj që kjo mund ta shtyp pak në kohë e tij, sepse letër porosit fillojnë nga 3 deri në 6 muaj për t'u ekzekutuar. Do të thotë pastaj kur kthehen duhet të përkthehen me përkthyes licencuar, pra do një kohë më të gjatë se sa hetimet e tjera që janë vetëm brenda vendit. Ushat kishe djeti. Por tani gjithë këto që thua ti, letër porosi, llogari, banka në Austri, të gjitha këto na shërbejnë për të kuptuar jo se është vjedhur apo jo, se këtu jemi dakord gjithë që është vjedhur se 20 vjet ta s'kan dhënë as i lek. Por për të kuptuar emrat kush i ka vjedhur, se që a ka vjedhje as ka vjedhje këtë se diskuton më njëri. Jemi sigurt. Pra lekët kanë firuar. Kurioziteti ynë ose hetimi është që kush i ka fut në xhep. Pra, ke kanë da bankër si fitimet. Qartë. Tek po jeton dhe s'paku se. A thua? Po besoj se ndryshe, po mos kishte vjedhje si kishin regjistru fare, si vepër penale, ata janë bindur që ka vjedhje. Pra ka evazion pasur fiskale dhe që është grupi, ato e kanë rejtë. Se unë si kam letëzu këto të Klodit, po qofse është kështu si po themin e këtu. Jo, këto janë që thash. S'kem më spektakolare vjedhje në Shqipëri, nuk ka ndodhë. Në i rasta Vebia Muça e këta. Ja, asudja. Kjo është rëndë. Ata të shkretë vendani në njëmë. 400 milion kishin gjithë firmat piramidale zbashku, këtu janë 15 miliard, gjitha zbashku që 400 milion. Biles, ky variant do të pasohat edhe ke porti Durrësit, Alavari, se njëti koncesion është, po, shteti nuk është më 50% atje, është 32 duket. Atje do dalim bilbil fare ne, si shtet, qofse do bëhet. Çfarë mua më shqetëson në aferën Bankers është që çdo përpjekje e prokurorisë, sado serioze, e fortë, ku di unë të jetë, do të jetë thuajse pa mundur për të kthyer në një para në buxhetin e shtetit. Për shkak se milionat kanë shkuar kryesisht tek pjesa e offshoreve. Pra do thotë që nuk ekziston thuajse fare mundësia që ato para të rikthehen. Ama prokuroria, për shkak të bashkëpunimit që ka me vendet e tjera, mund të jo të gjitha rastet, sepse besoj që ka shumë raste që kanë ndodhur shumë herë dhe nuk ka patur transaksione me jashtë, po besoj që do të ketë emrat kryesor të aferës. Pra kush janë zyrtarët e përfshirë, kush janë politikanët, kush janë drejtorët e tatimeve, doganave, ministrat e tjerë me radhë, ndër vite, sepse nuk është një aferë që është bërë vetëm në një qeverisje. Pra ka kaluar thuajse në 3 qeverisje. Ka nisur që në kohën e zotit Nano, për të përfunduar tek tani më, sepse drejt fundit po shkon edhe koncesioni. Kam përshtypjen është në vit 29, se është 25 vjetë, 2004-2029. Po Nano i shkreti vit, ma? Po nuk ka rëndësi, fakti që është nisur si kontratë, do të thotë që duhet ishte fituar... Nano, krahasim me këta tjetër met ka qenë për lek buksh, kjo. Jo i vit 9 muaj. 9 muaj se më prill ka qenë. Vitën e parë dhe mund talin me umbje. Edhe si ishin futur dhe vitën e dytë. Nuk ishin futur thellë në tokë ata në vitin e parë. Ja dha ylli. Kush ta jep ka peshën kryesor? Po pse, do me thënë edhe... Kush e jep mirë pagues. Dhënia dyshohet që është korruptive, do me thënë, është vjedhja e më vonshme, apo ka dyshime... Ka qenë një kompani saksone, registruar në Ishujt Kajman, do me thënë, ne ka ryllit e do me thënë, Ola, bjeri më shkurt, këta e kanë marë pa qenë të registruar këne akoma si kompani. Pra është nda pazari që do e marrë shti tendrin, po bëj kompani të shi. Ishte vetëm një të punësuar, do me thënë ishte... Bankers detyrohet... Që kur e ka marrë vjen arom grafitë. Bankers detyrohet... Që koncesionet jep shteti që kanë fitim kur janë kompani shtetërore, ka korupcion mërënda, sepse pa jep tjetë. Si që SKS-ja, Ngjyrosja, Rapiskani, pasaportat ka alati, gjitha e vjedhje. Okej, Bankers... Mirë, ne majtët që themi, po ju djatët duhet thoni që privati e bën më mirë, pra ndaj e jep. Dakor, po jep ja dhe të paguj privati, po se pos paguj ti, këtu ma mirë të maj shteti, se ma të zaron punë.